Sot, si zakonisht, bashkë me strukturat e Partisë Demokratike, jemi këtu për shpreh nderimin dhe respektin për këtë ngjarje, për këta të rënë, që është një ngjarje e cila është një prej ngjarjeve që ka kontribu në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, dhe i falenderojmë edhe ambasadorin William Walker, i cili ka dhënë kontributin e vet, e ka bëu publike këtë ngjarje dhe fal sakrificës, jetës, gjakut të gjithë këtyre sot dhe ngjarjeve tjera gjithandej Kosovës, ne e gëzojmë lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe gjithmonë do të shprehim respektin deri në përulësi për kontributin dhe veprën e tyre. Respekt dhe lavdi të rëndë. Faleminderit shumë.